Ju njohi me shtypin e ditës e martë 24 qershor, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni raporti për Shqipërinë nga presionet e blerje e votës, kërkesat e Këshillit të Evropës për politikën. Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës diskutoi dje raportin e vëzhguesve të saj që ndoqën procesin e votimit më 11 maj, teksa vlerësoi bashkëpunimin e SPAK dhe KQZ si një koordinim efikas. Në raportin e lexuar në sesionin e dieshëm, u ngrit alarmi mbi përdorimin e pushtetit në zgjedhje, presionin ndaj administratës nga patronazhistët, lidhjet me krimin apo friksimin e votave. Pas raportit, eurodeputët renditën edhe disa kërkesa që duhen adresuar menjëherë, pasi zgjedhjet sipas tyre janë themeli i demokracisë. Programi kombëtar i strehimit social, Rama, 1253 familje do të përfitojnë akses më të mirë në shërbime jetike. Akti normativ rishpërndahet fondi për 2025, diskutimet e ligjet, dëshmit, nga banorët e parë tek emrat e shumë ndërshekuj, historia që mbar Berati. Ekspozita, epidami trashëgimiz artit, aktiviteti brenda hamamit të Durrësit. Mos përfitoni nga trazirat në lindjen e mesme, mesazhi Trump për kompanitë e naftës, mbani çmimet e ulta, po ju vëzhgoj. Nga Anastas Angjeli do të lexoni kanali Hormuzit dhe rreziku i një krize globale. Një tjetër opinion vjen nga General Piro Ahmetaj, samiti Hagës, themelet e NATO-s dhe gjeneratës tjetër. To ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Panorama, eci më tej me Telegrafin. Vendi s'po digjet nga vapa, por nga mafja e betonit. Pushtimi i vendit nga zjarri e ka kthyer këtë situatë në një ritual të përvitshëm në ver, ndërsa zyrtarët festojnë me fjalime dhe premtime për zhvillim turistik. Sot realiteti është ndryshe. Flakët kanë pirë zonat muzeale dhe Bregdetin. Zjarret aksidentale pasojnë gjithmonë për ndarje parcelash dhe shfaqjet investitorëve strategjik, duke u kthyer në mjet krimi për betonin, dhe nëse nuk ndalet tani, herën tjetër nuk do të kemi as park, as plazh dhe as natyrë, por vetëm kulla, asfalt dhe hije korrupsioni. Plakja, lufta e Shqipërisë që po gryen themelet. Vendi po zbrazet teksa të moshuarit kërkojnë rritje të pensioneve për të mbuluar shpenzimet. Opozita shqiptare, provat për farsën e 11 maj do të çohen në Kongres, Senat, parlamentet e vendeve të BE-s dhe në institucione ndërkombëtare. Eci më tej me batërdia me pronat, kadastra, institucioni më i korruptuar, injoroi rekomandimet e Kuvendit dhe auditimeve për legalizime dhe arkivat. Partia Socialiste, kryeministri Rama drejt Hagës, merr pjesë në samitin e NATO-s. Spiro Pali, portali e legjislacioni modernizon procesin legjislativ. Gjyknuri, në shtator nis puna për reformën zgjedhore, depolitizimi i komisioneve dhe votimi elektronik domosdoshmëri sociale. Krifca në darën e auditit të Komisionit Evropian që do të vendos fatin e fondit i parë. Pasi grabiti 153 milion euro, koncesionari sterilizimi drejt largimit, Ministritë dhe Bashkitë 94 milion euro borxhe bizneseve dhe qytetarëve. Këto ishin disa nga shkrimet në faqen e parë të Telegrafit. Vazhdojmë më tej me ditën që çelet me krye artikullin. Nuk dima apo nuk duam, bota nuk bën dot përpara. Me kashillishe e tensione që zhytin atë në rrethin vicioz të mosbesimit të armiqësisë, duke marrë në qafë brezin e radhës. Një analizë e sulmit raketor iranian në bazën ajrore amerikane të Katarit. Sulmi është kalibruar me kujdes për të dërguar mesazh vendosmërie, por edhe për të shmangur një konflikt më të gjerë dhe shkatërrues. Çfarë do të thotë kjo simetri sipas medias amerikane? Të plotë shkrim e gjeni në faqen 5. I mituri 12 vjeçar shqiptar u mbyt në lumë, rrëfimi tronditës i babait, më duhet ndi. Bëhuni hidraulik jo avokat, ndryshe do ngeleni pa punë nga inteligjenca artificiale. Pashtu në brendësi do të lexoni, kush e krijoi tek ne popullin toksik anti-SBA, Durrësi pre turistët me kantiere hapur. Ekonomi, pabarazia e kursimeve, shqiptari i zakonshëm ka 3.000 euro në bank, i pasuri 59.000. Serbia ka dërguar fshehtas armë në Ukrainë, akuza e shërbimit. Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësi. E si gjithmonë në fund, Panorama Sport. Testet e para për Europën. Dinamo, Partizani e Gnatja në fushë për të provuar fuqinë e tyre. Vllaznia turka ai okazion për kuqe blut, e do edhe Martini. Demat, të kuqt me 2 formacione, Gega mendon zgjedhjet. Kampionët, e Gnatja luan në Rogozhin, pas 2 Lisitikën edhe Kasa.
Mbrojtësi Pergjoni mes aventurës jashtë dhe 3 klubeve. Verde Blut, Elbasani ndahet me Qaqin, 2 afrime vijnë nga europianët. Vlorë, flamurtari elitar zbulohen rrogat e milionerëve. Nga Besnik Dizdari, demokracia e munguar në drejtimin e futbollit shqiptar. Basketball, Oklahoma kampione për herë të tretë në NBA. Botërori klubeve, FIFA heton për racizëm të Cabral ndaj Rüdiger. Përballja Manchester City tani pret Juven, e dim si thyhet. Milani Teo lirohet nga Kuqezin, planon ofertën e Al Hilalit. Zonja, Kolomuani dhe David, 2 planet e Komolit. Dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport, e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.